Sot po ju sjell një recetë mjaft të dashur për të gjithë. Petulla me patate, suxhuk dhe majdanoz, të njohura edhe si piroshka, përgatiten lehtë dhe vërtet janë shumë të shijshme. Por kësaj radhe i kam përgatitur edhe me lehtë fal robotit Delimano, që me patjetër duhet ta keni të gjithë në shtëpi sepse vërtet puna është më e lehtë në kuzhinë. Roboti përmban 3 pajisje të ndryshme për përgatitje të brumit, për krem të ëmbëlsirave dhe për rrahje të vezëve, po ashtu shpejtësi të ndryshme që i përshtaten gatimit. Si fillim patatet i shtypim në këtë mënyrë. Shtojmë vezët, i përzijemi mirë, shtojmë kripën dhe majën e bukës, vazhdojmë t'i përzijemi. Ujë në vaket, majdanos të freskët, suxhukun e prerë në kubik të vegjël, hedhim mielin gradualisht, brumin e punojmë për 8 deri në 10 minuta, pastaj mbështjellim dhe lëmë të qëndrojë për 1 orë. E ndajmë në 4 pjesë, petet i hapim në këtë mënyrë dhe i prejmë në format e picave, ndërsa sekreti i pjekjes qëndron tek letra e kuzhinës që hedhim në tigan fillimisht, pastaj vajin sipër. Kjo ishte receta për sot, nëse e provoni ju bëft mirë.